أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi dhe ta përjetojmë këtë muaj madhështor. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ibadetet nga ne Allahu Azza wa Jall t'i pranon. Ne vetëm se jemi në prag të pritjes së natës së Kadrit. Siç transmetohet nga Uthman al-Nahdiu, i cili thot: të parë selefët tanë nuk i kanë kushtu rëndësi një dhjeqe më shumë se sa dhjeqes të fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Nga se në këtë dhjeqe Allahu Azza wa Jall ka desh që Allahu Azza wa Jall t'ja jape shansën e fundit të robëve të tij që dëshirojnë të i rikthejnë raportet me Zotin e tyre. Pra ne vëllezër të ndershëm, ne jemi pranë një mirësie të madhe. Po njëkohësisht jemi dhe pranë një rreziku të madh. Nga se siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se çdo njeri zgjohet në mëngjes. Mirë, dikush arrin ta liron veten e tij nga zjarmi i xhenemit, e dikush tjetër, runa Zot, bëhet shkëndi zjarmi i xhenemit. Ne jemi në këtë natë madhështore, kur i kthehet historia në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu Azza wa Jall vetëm përgatiste kosmosin që të ndodhe një mrekulli, një çështje jo e zakonshme që nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë dhe në ditën e gjykimit. Ku Allahu Azza wa Jall përgatit të terrenin se Allahu Azza wa Jall do ta përmbyll mesazhin e fundit me pejgamberin e fundit. Allahu Azza wa Jall përgatit të terrenin që të përmbyllet mesazhi Allahut Azza wa Jall me fjalën më të bukur, fjalën madhështore të Allahut Azza wa Jall, ku Allahu mor përsipër që ta mbron këtë fjalë. Pra të vëllezër të ndershëm, para se të gradohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi i fundit dhe para se t'i zbret wahyi, shpallja pejgamberit Allahut, Allahu Azza wa Jall fortifikon qiellin. Siç kanë ardhur në ajete të Kur'anit Kerimit dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku më parë kur fliste Allahu Azza wa Jall, melekët i ulshin flatrat e tyre dhe ndëgjojshin urdhin Allahut Azza wa Jall. Siç kanë ardhur me hadithe të vërteta,
qiellt, banorët e qiellit 7 ndëgjoshin. Ja përcjellshin qiellit 6 dhe qielli 6 ja përcellte urdhin Allahut Azza wa Jall qiellit 5. Dhe qielli 5, 4 dhe kështu me radhë derisa arrishin qiellin e parë. Mirë po gjinët u ngriqin lart në qiell dhe ulshin dhe i ndëgjojshin urdhat e Zotit dhe i vjedhshin lajmet në qiell. Derisa para ardhjes pejgamberit Allahut thuhet se një vit e gjys apo 2 vjet, apo ato ditë para se të vjen pejgamberi Allahut, ndodh diçka jo e zakonshme për gjinët. Kur ulen në këto pozita për t'i ndëgju lajmet e qiellit, Allahu Azza wa Jall i godit gjinët me shkëndia zjarrit. Dhe ato çuditën dhe habitën. Për shkak se deri gjen ndëgjoshin dhe nuk u shqetësoshin. Ndërsa sot po goditen gjinët dhe s'po mundsohet që të vjedhin apo të ndëgjojnë lajmet e qiellit. Pra gjinët filluan televizin, të ankohen, të pyet njëri tjetrin. E sharrun uride bimen fil ard, em arade bihim rabbuhum rashada. Vallë, çka do të ndodhe? Do të ndodhe një bela e madhe, a duke u planifiku një e keqe, apo do të ndodhe një mirësi e madhe. Para këtij rastit, u ulshmi dhe s'kishmi probleme. Tash janë problemet. Gjujqjet e shejtanëve. A dini vëllezër përse Allahu Azza wa Jall i gjujt ke shejtanët? Për shkak se Allahu Azza wa Jall para përgatitte që ta zbret një libër, që t'ja zbret një libër njeriu të dalluar të tij, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të Allahu siguron të rrugën. Allahu siguron të ardhjen, shpalljen që do të spret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Që nuk do ketë mundësi mo shejtanët që të përballohen apo të ndërprejnë rrugën timin apo të shkoqitin apo të vjedhin diçka nga lajmet e qiellit. Për atë Allahu Azza wa Jall Kurani Kerimin vëllezër të ndershëm fillimisht e ka zbrit në Lauhi Mahfuz. Për atë Allahu thot në Kurani Kerim, bel wa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Kjo është Kur'ani i madhruar. Ku Allahu Azza wa Jall ka zbrit në Lauhi Mahfuz. Lauhi Mahfuz a një regjistër që Allahu Azza wa Jall e ka kriju. Allahu Azza wa Jall Lauhi Mahfuzin e ka bën qetësim për mbar krijesat e tij. Për shkak se thot pejgamberi Allahut, ku Allahu Azza wa Jall krijoi kalemin, lapsin dhe shkruaj. Tha çfarë të shkruaj? Tha shkruaj çdo sen që ka me ndodh deri në ditën e gjykimit. Dhe kish krimisht 50.000 vite para se Allahu t'i krijon krijesat. Dhe kja është lauhi, kja plaka, mahfuz, e pa ndryshuar. S'ka gum, s'ka sen që mund me ndryshu këtë. Allahu Azza wa Jall nuk gabon. Allahu qetësi për mu dhe për ti dhe garon se ka shkerujt çdo sen që ka me ndodh deri në ditën e gjykimit. Që mos të shqetësohet i shqetësuarim, mos të ankohet ankuesi. Mos të ankohet askush. Lauhi Mahfuz e regjistruar në ta çdo sen me precizitet. Allahu Azza wa Jall me tregu madhrinë e tij, se para se ne me qenë ai e din se çfarë ne do të veprojmë. Në këtë Lauhi Mahfuz, Allahu Azza wa Jall e ka zbrit dhe fjalën e tij Kur'anin. Para transmetohet nga të partë tonë.
ku thot Allahu azza wa jalla inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne kena zbrit Kur'ani Kerimi natën e Kadrit. Ku ka zbrit Kur'ani Kerimi natën e Kadrit? Thot Ibn Kathiri, natën e Kadrit ka zbrit Kur'ani Kerimi nga Lauhi Mahfudh në Bejtul Izz, në shtëpinë e krenaris. Shtëpia e krenaris anë qiellin e parë. Ka zbrit komplet Kur'ani Kerimi sikur që e kema ne sot pranë durve tonë. Nga natën e Kadrit. Natën e Kadrit ka zbrit Kur'ani Kerimi. Ka zbritën tërësisht, komplet. Pastaj që transmeton Ibn Abbasi pjesërisht i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kedhalika linuthabbita bihi fuad. Që ne avash pjesërisht nga dal ja ka zbrit pejgamberit Allahut për çka se Kur'ani Kerimin e ka përshkruajt Allahu dhe ka thonë, thot Allahu azza wa jalla se ki Kur'ani Kerimi është i rënë. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ne do të zbretmi Kur'ani Kerimin që është vërtet i rënë. Për atë pejgamberi Allahut përjetonte vështirësi në pranimin e Kur'ani Kerimit. Aisha radiallahu anha thot, vështirësi që i kam pa duke përjetu pejgamberi Allahut wahyin shpalljen, thot ishte ditë e ftohtë, ndërsa pejgamberi Allahut kullonte prej gjerësve. A dini vëllezër përse Allahu ja zbriti pejgamberit Allahut Kur'ani Kerimin të rënd, për çka se ajo ndërtesë që nuk i ka fortifikatat apo themelet e rënda nuk ka mundësi të qëndron. Gjithashtu, ai që nuk përjeton vështirësinë të çështje nuk ja din vlerën asaj. Për atë Allahu azza wa jall fjalën e tij me ja zbrit një krijesës nuk është çështje sekondare dhe e thjeshtë. Për atë pejgamberi Allahut përjeton të vështirësi e formën e vështirësisë më të madhe kishte siç ka ardhur në hadithet pejgamberit Allahut, tha kur vjen te wahyi shpallja në formën e kumbonës. E ndëgjon të pejgamberi Allahut sikur se mirani kumbonës para tij, ndërsa sahabët e ndëgjojshin wahyin duke i zbrit pejgamberit Allahut siç transmetohet sikur bletat para kushiçës si bon. Kjo është përputhja hadithet pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut e përshkruaj që kjo është forma më e vështirë që i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wahyi. I ka ardhur pejgamberit Allahut sikur kumbon. Ja Rasulullah, e si ku e përjetojsh ti këtë son, ta e përjetojsh në sikur kumbon, mirë po kur u largon të Gjibrili nga unë e kuptojsh në atë të cilën ai më ka recitu. Tapi ngarkesës madhe pejgamberi Allahut fillimisht ai e ndëgjonte sikur kumbon. Dhe kjo ka qenë forma më e vështirë që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa transmetohet me një sahabi i cili thotë se pejgamberi Allahut e kishte kofshën e tij apo kamën e tij mbi kamën time apo brilin e tij në kofshën time dhe i erdhi pejgamberit Allahut wahi thash ma thaj kofshën time. Devja kur ishte pejgamberi Allahut ndeve dhe i zbrit te wahyi shpallja Allahut azza wa jall, devja sën qëndronte në kam o ulte. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Pra kështu Kur'anin na me zbrit kodrat ishin rënu. Mos më kanë rahmeti Allahut azza wa jall. Pra atë Allahu azza wa jall natën e Kadrit e ka zbritën Kur'ani Kerimin Bejtul Izz. Pastaj mrena 23 viteve sipas ngjarjeve dhe nevojave Allahu azza wa jall kadal avash ja ka zbritën në përmes Gjibrilit a.s. Eminu sema, besniku të qiellit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalën më të çmuar, më të mrekullueshme, më të mirë për atë tonë të pejgamberit Allahut, se çdo pejgamberit Allahut ju ka dhënë një mrekulli në atë formë siç shpresoj që kanë besuar popullit tyre, apo me një mrekulli që i ka mahnitën gjeneratat brezat që kanë jetuar në kohën e tyre, për këtë mi sfidu ato, ndërsa mu thët Allahu më ka gradu, më ka nderu me një mrekulli
që quhet Kur'ani Kerim e pa vdekur, me vdekjen e pejgamberit Allahut, ajo ende qëndron nën kujdesjen e Allahut për ata, thot shpresoj që do të kem pasues më shumë ditën e Kiametit. Se Rasulullah për shkak se me vdekjen e pejgamberëve të qerve mbarojnë mrekullitë e tyre. Me vdekjen e pejgamberit Allahut e ri për të rijet mrekullia pejgamberit Allahut. Që ta kuptojmë se ne jena pranë çfarë notës, edhe më e mrekullueshme në këtë vit, në taktimin Allahut Azza wa Jall, është që notën të cilën ne vetëm se jemi duke hinë tash, shpresojmë se sonte me qenë nota e Kadrit. Alametat dhe shenjat më të mëdha janë se nota 21 në këtë vit 2025 që të përcaktoj vitin, që mos keq kupton dikush që dëgjon viteve qera, pra 1446 në Hijri, shpresojmë se me qenë nota e Kadrit është nota 21. Për shkak shumë argumenteve, një ndër argumentet është përputhen me zbritjen e Kur'ani Kerimit në kohën e pejgamberit Allahut, nota 21. Transmeton Imam Muslimi Sahihun e tij, që e pyetën pejgamberin Allahut, siç transmeton një sahabi i quajtur Ebu Qudam apo Ebu Qatad, që thot ja Rasulullah, pse po agjeron ditën e Han? Tha se ditën e Han kam lind dhe ditën e Han ka fillu shpallje. Pra ne e dim saktësisht cilën ditë i ka fillu shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në cilin muaj ka filluar shpallja? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazan është muaj ku ka fillu zbritja e Kur'anit Kerimit. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. A mujmë ne të përcaktojmë dhe të dim se cilën natë për netëve të Ramazanit, për shkak se muaj Ramazan i ka 29 natë apo 30 natë, tha inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Na Kur'ani Kerimin ja kemi zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kemi fillu zbritjen, apo Kur'ani Kerimi ka zbritur në Beitul Izze krejtësisht notën e Kadrit. Para ata kanë thonë dietarë se e ka marrë nota e Kadrit këtë emër, se fjala Kadr do me thonë vlerë, nga se Allahu Azza wa Jall fjalën e tij me vlerë nëpërmes pejgamberit me vlerë ja ka zbritën njeriut me vlerë për umetin me vlerë. Dhe ai që s'ka qenë deri atë natë me vlerë, nëse i përmbahet këtij Kur'ani Kerimit me vlerë, do të shënohet tek Allahu Azza wa Jall dhe do të bëhet me vlerë. Allahu na bën për atë. Pra në Ramazan pas ka zbrip notën e Kadrit. E nëse i kthehemi historisë dhe shiqojmë se cilin vit, pra në vitin 610 pas Krishtit, pa 610 vite ka pas diferencë mes pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Isait alayhi salam. 610 gradohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Mirë, po nuk përcaktohet cili muaj, edhe pse datat nëse analizohet na del me qenë se muaj Ramazan atë vit, nëse i bojmë llogarit, sot na del me qenë muaj prill, 7-8 prill, ka qenë muaj Ramazan. Muaj i parë që është muaj i parë që ka zbrit Kur'ani Kerim. E nëse e shfletojmë dhe detalizojmë edhe pak më shumë, e shohmi se çfarë data ka qenë dita e Han. Në atë vit kur ka zbrit Kur'ani Kerimi, na dalin 4 data. 4 të Han e ka një muaj Ramazan. Data 7, data 14, pra dita 7 e Ramazanit ka qenë dita e Han, dita 14 e Ramazanit ka qenë dita e Han, dita e 21 ka qenë dita e Han dhe dita e 28. A mund me qenë dita 7? Transmeton Imam Bukhariu. Nga Ebu Selemete, nxënësi Ebu Said el-Khudriut, nxënësit pejgamberit Allahut. Tha e takova Ebu Said el-Khudriun sahabijun, dhe i thash a dalmi në kopsh dhe diskutojmë, tha dolëm kopsh. Pastaj e pyeta ata dhe i thash më trego çfarë ke ndëgjuar nga pejgamberi Allahut për notën e Kadrit.
ta do të ndëgjoj o vëlla se jo vetëm që e kam ndëgju, po e kam përjetu, e kam jetu me pejgamberin e Allahut para ata që po pyet. Ta më tregoj. Ta hinë me pejgamberin e Allahut 10 ditët e para në itikaf. Për të ulumtu dhe për të gjërmu dhe për të qëllu natën e Kadrit. I banëm 10 net, Gjibrili te pejgamberi Allahut i tha, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atë që e kërkon aja para teje, do thonë për hecët e para. 10 netët e para nuk janë. Ta vazhduan me pejgamberin Allahut që ndëruam gjithashtu një itikaf 10 netët e mesme, derisa në mëngjes apo mbrëmje dikush pe aty në ka ndalë për itikaf. U banë 20 ditë. Ta pejgamberi Allahut pas mëngjesit, në mëngjes pas i e fali sabahu, na i mojti një fjalim dhe tha, e kam pa në ndër se kemi përjetu natën e Kadrit. Më ka ardhë Gjibrili dhe më ka thonë se njoftoj saktësisht kura nata e Kadrit. A më tha e rova. A më e por se nata e Kadrit që e përjetuam, tha unë isha që e pata fal namazin e sabahut në balt edhe në uj. Ebu Said el-Khudriu thot, ishte vap e madhe, nuk ish asare në qelë. Tha para ta ato që kanë dalë për itikafit që kanë qenë me mu e në të kthejnë. Ato që kanë qenë itikaf me mu tha në të kthejnë. Kthejnë, tha natën e 21, pra si kur sonte. E përjetuan pejgamberin Allahu tha në mëngjes para sabahut, ka dalë një re dhe ka fillu me rosit dhe me roshit deri sa kur a kthi pejgamberi Allahu tha baltën, shenjat e baltës i kemi vëren ballin dhe hundën e pejgamberit Allahut. Pra cilët natë kanë qenë në 21. A dëvit saktësisht ka qenë 21. Nga ke hadith dhe hadithet e ngjashme thot pejgamberi Allahut, natën e Kadrit lipen 10 e fundit, me transmetim në netët tek të fundit. Pra dita 7, data 7, data 14, a mund me qenë nata e Kadrit, së mund me qenë? Mund me qenë 21, apo 28, qatë vit që i ka zrit pejgamberit Allahut. Pse ne i japi përparësi 21 për çka këse është not tek? Ndërsa nota 28 është not qivë. Pra sikur, si pas këtyre argumenteve është se nota 21 është ka qenë nota e parë, nota e Kadrit atë vit kur i ka zbrit Kur'ani Kerimi pejgamberit Allahut. Edhe pse ajo lëviz. Për këtë arsye unë e them, ma meritore që të jetë nota e Kadrit pas 27 dhe 21. Mirë po në këtë vit përputhet me diçka që i kanë thonë disa prej djetarës i Ibn Tejmija, Ibn Uthejmini, Sheikh Bin Bazi, nëse i vjen tek nota e gjumo në 10 e fundit, është ma meritore të jetë nota e Kadrit. E sonte është nota e gjumo, gjuma për oma. Ma meritore të jetë nota e Kadrit në 10 e fundit, nëse rastis nota e gjumo përputhet me nota tek të muaj të shenjtë të Ramazanit të fundit, është më meritor ajo natë të jetë, nga se Allahu Azza wa Jell e ka veçu natën e gjumo me mirësi që s'u ka veçu asnjë natë. Edhe këto di mirësi kur përputhen, kur bashkohen, si thot Ibn Tejmija, është më meritor të jetë atë natë. Për ata sonte kundë të kalësh, inshallah. Po na bash sonte bejnez doj mu pregadita. Sonte pauz. Dunjos për kushtim një ibadet. Ka është ai që më motivoj dhe mboni që t'jem inshallah se beb që t'i motivoj njerëzit se sonte mos bojnë shaka. Kë mboni dhe të ndryshoj kejt për atë të cilën e kisha ndërmend të flasë. Pra do le të ndërsh, sonte nota 21. Rasti për me qenë nota e Kadrit është shumë e madhe. Ku do të kalojsh dhe të kalojsh? Rastin e fundit e kemi ne me vendos për fatin tonë.
Se thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim, fiha yufraku kullu amrin hakim. Këtë natë çdo sen me precizitet prehet, thonë. Ke ras me mendu, thot, pa ndollët, sa me t'i shkurtu, a mos si t'i pres më u kri, apo? Ke ras me mendu, deri sa se kena qitë themelin, qitë qetët, u kri kjo punë. Para të leo të ndërshme libri, apo në Lauhi Mahfudh, e libri dytë është libri i cili shkeruat në barkun e nonës duke qenë në ty, libri i tretë dhe kja është libri që mendoj që Allahu Azza wa Jall që ka thonë Kur'ani i Kerim, yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allahu shlin për i librit vetë çfarë don dhe e lën në gjendje atë që don. Dhe tek Allahu është nona e librit. Nona e librit është Lauhi Mahfudhi. Nuk ndryshon Lauhi Mahfudhi. A më kush ndryshon? Ndryshon përcaktimi vjetor. Atë që te ke andruën që të bosh pasanik njëtën tonë, kje shonca sonte me arrit. Ti që ki me të beqarë, kur kun që s'po del kismeti, kje shonca sonte ti kismetin tanë me gjithë. Ti që ke andru një ditë shëndetit të shijojsh, kje sonte, mundësi. Ti që takatit ka shlu, sonte ke mundësi. Gjdo sen që të mungon, gjdo sen që ankon, gjdo sen që ke nevoj, son të ke mundësi, në dorën tonë, Allahu ta kalon fletën e barë, shkëruin ta që ka dush. Pra ta para se me mbo iftari, mere një letë shkëruaj që ka kemi lipë son të zotit tanë. Që Allahu Azza wa Jall i dhënohet nga ropë të vetë nëse ato nuk kërkoj. Allahu gëzohet nëse njeri e ka listën më të madhe që i kërkon zotit vetë. Për çka se Allahu krenohet pranë melekëve dhe thot, a peshek i robi jem është i vetmi i cili pedin se s'ka zot që ka mundësi me ja plotësu dëshiret pos meje. Për ata dëshmoni se unë do t'ja jep çdo send që e kërkon dhe do t'a mbroj dhe do t'a strehoj prej çdo sendi që ka dëro aj dhe tutë. Lipi marazotit. Pejgamberi Allahut ka thonë edhe kripa në brum nëse të mungon lipja zotit tanë. Edhe gripi nallës nëse tuka që regullu lipja e zotit tanë, nën kupton lipit sekundar dhe të mëdhaja, po parasaj lipja xhenet. E ke shans? E ke shans? Asë një umet nuk e ka pas këtë shans në që e kebi. Edhe ma e mrekullueshme anë që këtë natë kanë me ardhë me lek, misafir kanë me dëshmu. Gjdo sen që i lip zotit tanë, me leka thojnë amin, o zot pranoj. Sa është numri tyre? Thot pejgamberi Allahut, numri me lekve që zbresin notën e kadrit, është më i madh se numri guraletave që i shkelti me kon. Sa guraleta ka dunjoja ma shumë me leka. Në mesin e atinve është zotëriju i me lekve, Gjibrili a.s. Gjibrili me kalu me don selam. Ndërsa ti ende nga flet, ende nga fiq, ende në serial, ende në trotuar, ka finalja. Parat vleo të ndërsh, nuk kam lexu hadithet pejgamberit Allah, po nuk kam mendu që ka mundësi në me prun gjendjen ton kritike që ditë dashurit Allah, Gjibrili dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, te që ndorë të ankon për mu dhe ty, janë anku vetëm për 3 lloj njerëz. Njëri prej atyre që e mri në Ramazanin dhe në Ramazan nuk arrit ki shkreti me la vetën e vet prej gjunave. Gjibrili nuk po bën rahmet, nuk po të mëshiron, ma po thot Allahu të largof për rahmetit. E Muhammedi ai që çante për ti po thot amin, o Zot pranoj. A ka tragedi me mu? Da i që pleç prindrit, pleç i kam rrinë. Dhe s'ka mujt 5 vet, 4 vet, 3 vet mi këshir ato. 50 vet e kanë këshir ato. 50 vet e kanë këshir vetën e tyre. Ka rënë zor baba apo prindrit dhe vetëm disa muaj apo disa vite. Ki njeri s'ka arrit që me knoq zotin e vet, me bo razi babën e vet. Ka thonë Gjibril a.s. Lërgoj për rahmetit tanë, o zotin madh, pejgamberi Allah thot, amin se vërtet ki nuk me diton rahmetin Allah.
Dhe i treti për atinve që përmenet pejgamberi Allahut, që mirësit, gjithë mirësit i keni për ati, ne pritojmë miqu salavat pejgamberit Allahut. Kurse ketë këtë mirësi që e kemi, ketë këtë vedisim që e kemi, ketë këtë pasërti që e kemi, ketë këtë që e besojmë është rezultat frit i sakrificës e dikuj, sakrificën që e bani Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, qaj që i qajtë për mu dhe për ti, aj që i lutë për mu dhe për ti, aj që tek Allah polimizon të ja Rab, ban një letë këti umetin, mos ja ban 50 vakte të namaz, letë soja se s'mujnë, ala pa o parë ti, aj po li për ti letësim, dërsa ti, apo priton një salavat për nga merit tanë me jatu. Për atë nota e kadrit e notë më të shtore. Që se lefët parë tonë e pritshin, këtë natë në formë më dhe shtore. Bajshin gusëll, i veshin të eshët e bajramit reja, o parfimoshin, edhe bajshin programin e tëre si e ka jetu për nga meri Allahut. E njoni prej neve thot qila është pun ma e preferushme që ta bojmë notën e kadrit. Ma e preferushme që shka thonë Sufjan Thauriu se duaja s'ka i badet notën e kadrit. Harroj këtë pun. Se duaja i ka di karakteristika të veçanta. Luqja i ka di karakteristika të veçanta. E para për atinve ti pasarqet para Zotit tanë varfëri, nevoj. Kush lip? Nevojtari. Lip! Paraqitu para Zotit tanë s'ka mori ma i manë si për faqen e tokës e Allah që e shtu do atije. Lip! Dhe e dita, karakteristika e dit, madrin, zengin lëkin, pasanin, ja paraqet dhe vetëm Zotit tanë, e din se është aj pasanitja absolut, si kërkuj si thot jo. S'ka ta e jo. Kërkuj si apqelderën. Për këtë arsye, Sufjan Thauriu thot besoni se te unë doja ja kalon edhe namazit në file. Para të Aisha radiallahu anha kur e pyeti pejgamberin Allahut dhe i thaj Rasulullah, nëse e përjetoj notën e kadrit çfarë të lut na thuaj, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Fakhruddin Razi, apo Yahya Razi thot, Allahu mos me pasdash faljen se kish lon Ademin a.s. me gabu. Allahu mos me dash me të falë s'kishte lon Ademin, se kishte lon Ademin xhennet me gabu. Pse Allahu e la Ademin që të gabon, që të kërkon falje, se Allahu e don faljen dhe e fali Ademin. Pa Allahu në falë dhe neve. Sa do qovë që ki bon gjënojë, shka dush që ki bo, Allahu të je për rastin e fundit. A ke interesim mu pajtu me Zotin tanë? Allahu e ka shtrit dorën e bujaris. Veç lip, veç kërko, veç regjistro. Për këtë arsye vëllezër të ndërsh, Allahu Azza wa Jalla ka përmend mesin e ajeteve të agjerimit, di ajete. Shahr Ramadan, alladhi unzila fil Quran, pra leximi Kur'anit, dhikri Allahut Azza wa Jalla është më i madh. Dhikri përmendja Allahut më e çmuar. Allahu kur e përmend namazin, atë është madhore, ama thot wala dhikrullahi akbar. Përmendja Allahut është më madhore në namaz. Pse ne adhurojmë Allahun Azza wa Jall? Ne adhurojmë Allahun Azza wa Jall ma së shumti që Allahu të përmendet. Përmendja më e mirë Allahu të gjatë leximit të Kur'ani Kerimit. E dita wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse pyesin robët e mi, unë jam afër. Pse mara u dërmove një më të mujtu i lip halkive, tash ka rasti, lip të Zoti jot, e shef Allahu që shtë. Nota e kadrit, përbushën i badet si e bereton të pejgamberi Allahut. Aisha të thot, kur vishin 10 netët e fundit pejgamberi Allahut, e gjallëron të notën, s'flin të hiç notën. E shtërgon të ripin, u distancon të kanë gratë, s'kish pun me gratë, po e zgjon të familjar. Wa amur ahlaka bis salati wastabir alej. Urnoj të, hajde namaz. Banza o bërë nësë da këthejnë keq. Kështu ka thonë Allahu Azza wa Jall, prason të krejt me familje, me fëmijë, me kejt një badet. Doa, namaz, Kur'an,
Luqe, istighfar. Ato që të cilat, gratë që cilat nuk janë për namaz, kanë hapësirë të ibadet, kanë hapësirë të leximit të Kuranit, kanë istighfar, se s'janë në xhami nuk ka problem, për shkak se shpërblen sipas netit. Po dhe ti që të qije, shpërblen sipas netit, si ta vendos çashtu me të bon vaki, me të dal një punë, apo një tragjedi, apo një sprov, ti shpërblesh sipas niyetit. Çka ke pas dëshirë me bon natën e Kadrit, çashtu është problemi. Para se me përëndu dilë me po njetë, çka do me po sonë? Sadaka nëse Allahu ta mundëson një dinar mos e kursej. Për çkak se Allahu vetëm këtë natë ka thonë e shpërblej sukur me dhonë ma shumë se 1.000 muaj. Ka thonë djetarët e tefsirit, me pas arab në atë kohë, dhe një numër, ma të madhë se 1.000 Allahu e kështë e përmenë. Mirë pas s'kanë pas, numri ma i madhë ka qenë 1.000. Para ta milionit i ka thonë 1.000 është. Nuk ka pas, me pas thonë bilion, trilion me pas, kishtë thonë nota e Kadrit është ma madhore, ma e madhe se 1 trilion muaj. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla ka përdorur numrin më të madh arabët që e kanë ditë në atë kohë. Për ata shpërblimin e kësaj note nuk e din vetëm Allahu Azza wa Jalla. S'ke mundësi ti me ditë. Ama mjafton për ti me ditë se nëse vërtet 60 vetë ki qenë i regjistruar, i paketuar, i volosur në regjistrat e banorëve të xhenemit, ke mundësi me shliemi. Paramendoj njëri i cili është i gjikuar me vdekje, përresh, me ekzekutim. Ka rastin me mor falje. Mu fal, me dal, mu liru. Kështë i përngjohën, për ata Allahu Azza wa Jell në veçanti liron qafat e njerëzve natën, jo ditën në mëzër. Natën. Se ditën e diku e di në gjumë, në shtrat, ditën të lodha gjerimi, natën ku të qonë cigarja edhe ku të qonë makijato edhe ekspres. Natën. Allahu Azza wa Jell, walillaj, u të kau minë narë, wa dhalike kulle lejle, Allahu për gjdo natë në Ramazan falë, ama notën e Kadrit pa mos. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Paq, falje, mirësi, rahmet, bereqet, derin mëngjes. Derin sabat. Kur do mi shiju bereqetet Allahu, as një sekund nuk duhet me hup kë notën e Kadrit. As një sekund. Planifikoje, regulloj krejt, lej krejt. As një gjdo sekonda i shtrejt. Për çka këse, gjdo me 1 sekund, me 1 minut, ke mundësi ty me fitu dënjon dhe akerit. Të këtë në rast? Ka në rast që Allahu Azza wa Jall një janë mota jenë. Fia ju të raku kullu e minë hakim, Allahu i përcakton e gjellë. Ke mundësi jetën tonë me zgjatë, ke mundësi riskin tonë me zgjatë. Ke mundësi mirësit e Allahut, bereqetin Allah në shpjen tonë me prunë. Ke mundësi shumë telashe mi largu. Ke mundësi, mos e hum këtë shonë se nuk dhe vjen mo. Konsideroj se e fundit është. Pas kësajnë në litar kje me dalë. Pas kësajnë se shërë mo këtë dënjo. Kështu nëse e trajtojmë notën e Kadrit, do të përjetojmë një notë qëtër. Do t'jetë notë gëzimi, do t'jetë notë manifestimi, do t'jetë notë madhështore. Para ta në kejtë pregaditën 27, në ndoshta me në baki si jetë 21, 27 që vinë vetëm për atë natë, Allahu pra nuk ja mundëson çdo kujt vetëm ai që është serios, i sinqert dhe kërkues i vërtet. Para atë Allahu zogjele ka mshë këtë natë. Për shkak se mos jenë të barabart ai që e kërkon 10 natë dhe ai që e kërkon me 1 natë. E ne kemi rastin që t'jetë kjo notë madhështore, edhe nota e gjumo a notë madhështore tek Allahu Azza wa Jall, po Allahu Azza wa Jall këtë natë e ka bon për plot mrekulli e krija Ademin a.s. që ditë. Allahu Azza wa Jall e boni zotëri të ditëve. Allahu Azza wa Jall e boni ditë ku shiqohet Allahu në xhennetin e tij. Allahu e boni që Ademit po shon xhennet në këtë ditë, të del prej xhennetit këtë ditë, të shkon në ahiret këtë ditë,
Dhe tha pejgamberi Allahut, dhe nuk ndodh kiameti vetë këtë ditë, po çështjet madhore, madhështore nuk ndodhin vetëm këtë ditë apo në këtë natë, për këtë arsye është shumë e mundur që kjo natë të jetë nota e Kadrit. Allahu na mundësot me përjetu notën e Kadrit siç Allahu është i knoqur. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na inspiron ibadetet të cilët i don Allahu azza wa jall më së shumti. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na inspiron lutje dhe dua që Allahu azza wa jall i ndëgjon dhe i don ti ndëgjon nga ne. Lusim Allahun azza wa jall në këtë natë të mrekullueshme që Allahu gjithë muslimanëve Allahu azza wa jall ti ndihmon. Lusim Allahun azza wa jall në veçanti Allahu azza wa jall vëllezërit tanë Palestinë, Allahu azza wa jall ti ndihmon. Allahu azza wa jall të plagosur ti Allahu azza wa jall të plagosur të shëron, të vdekurit të mëshiron. Allahu azza wa jall që i fudhve zullumqar, kriminal, sionistëve Allahu qafën që u thënë, dhe lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na nderon që t'i bëjmë sejdë Allahut azza wa jall në Mesjidul Aqsa, që e parashohmi se kjo e Chelsea që paralajmërova se ka me ndodhë këto vite çlirimi inshallah, dhe inshallah të komplote që i paralajmërova nuk janë të vërteta, për shkak se vetëm se po i shohmi disa elemente, efekte që ndoshta mund të jenë të vërteta, atë toka e Shamit prapo e përsërit, toka e Shamit atë tokë e bekuar. Keni kujdes, mos prekni në të se Allahu azza wa jall ju shfaros të gjithve. Qofshi ju musliman, qofshi jo musliman, tokë e bereqetshme e shenjë që Allahu azza wa jall në kujdestarinë e saj i ka bo me lekat. Keni kujdes kur bani komplota dhe politika, nuk bëhet politika me këtë vend, për çka se e zemëroni Zotin e këtij vendi, Allahu azza wa jall. Lusmi që Allahu t'i ruan musliman prej sherrit të zullumqarëve me veti, Allahu helal t'i ban. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.